edhe që po shihet gjaku, po edhe mbrena është plot gjak. Në sy të vajzës, vëllait dhe shokut të tij, në ditën e Kurban Bajramit, Erduan Ibrahimi, 37 vjeçar, vdiq nga plagët e marra nga mjeti i pret, që dyshohet se ja shkaktoi shoku i tij A.S. Ngjarja ndodhi pak para mesnatës së të mërkurës në lagjën e Romëve në Mitrovicë. Sipas familjarëve të viktimës, i dyshuari kishte shkuar si mysafir për Bajram, mirë po më pas në mënyrë tinxare sulmoi me mjet të pret në fyt tashmë viktimën si dhe vëllain e të ndjerit në fytyrë. Qysh më tha vllau i viktimës, sa edhe ata bisedojshin minuta shkurta, edhe ky ka menu që po përqafon apo sen, se janë konë pak atë edhe sikur shok, kanë pas timet e danit, sigurisht që t'i shka. Edhe tha qatë moment s'kim diktu kur gjo sekundu kun aty, tha i qka ka pasë ndorë, tha thika qka ka pasë ndorë, tha edhe me një herë, tha qishtu që i kam shu Erdoganit këtu në fyt, tha dhe unë t'ju mbrojt që më këthy qishtut, edhe ato e kanë ropë qishtu që në hund, edhe në buzë vllaun e viktimës. Viktima ishte dërguar me njëherë në spitalin e Mitrovicës, por nuk arriti t'i mbjetoj plagëve të marra. 2 persona janë sjellë mbrëm pas orës 22 në shërbimin emergjent. Njëri nga ta pa shenja jete, tjetri pas ndihmës emergjente është referuar në QKK. Plagët janë shkaktuar nga mjeti i pret thik. Ndërkaq vëllai i viktimës pas trajtimit mjekësor është jashtë rrezikut për jetën. Me të dyshuarin, familjarët thonë se kishin raporte të mira. Unë me pas një problem ishni i kom vetë edhe disa shok ti, më s'ka pas problem personalisht me qatë problemin, jo, s'ka pas problem. 31 vjeçari i dyshuar për vrasjen e 37 vjeçarit dhe plagosjen e tjetrit është ndaluar për 48 orë. Njësitet policore kanë arrestuar personin e dyshuare, gjithashtu është sekuestruar mjeti i pret thika, me të cilin dyshohet se është kryer vepra penale. Me akt vendim të prokurorit, të dyshuarit mashkull i moshës 31 vjeç i është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh, ndërsa njësitet kompetente policore do të vazhdojnë me hetimet për zbardhjen e rrethanave të rastit. Prokuroria themelore në Mitrovicë, brenda afatit të paraparligjor, për të dyshuarin do të paraqes kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit.